Përshëndetje miq të futbollit kosovar, sot do të analizojmë rastet të cilat janë zhvilluar dhe që kanë gjykuar gjyqtarët në ndeshjet e ndryshme. Kemi ndeshjet e gjyqtarëve të ujit, do të analizojmë kupën e finalen e Kupës së Kosovës, barazhin që është zhvilluar ndërmjet Vushtrisë Lirisë, si edhe gjiron e fundit, pra gjiron e 36 të Albi Mall Superliga. Këtu kemi në finalen e Kupës e kemi shkoqitur një rast ku kemi një krosim nga ana e lojtarit të Llapit, mirë për jashtë qoftë ku shihet në pamjen pas portës me kamerën nalt, që kemi pas 15 kamera në këtë ndeshje të incizuar, ku topi godet në fytyrë lojtarin e Prishtinës Gallopeni, pra nuk kemi të bëjmë fare këtu me penalti, kemi pozicionim shumë të mirë të gjyqtarit dhe është kontrolluar nga vari, ku ka lejuar që me të drejtë loja të zhvillohet. Kemi edhe ndeshjen e barazhit zhvilluar ndërmjet Vushtrisë dhe Lirisë, ku këtu kemi një situatë në të cilën është penalti, së pari është kontrolluar që është pozitë jashtë lojë, mirë por lojtari nuk ka qenë në pozitë jashtë lojë, jashtë çopi ka kontakti shtyria shihet evidente, lojtari merr rrezikun, domethënë këshill për këtë lojtar se në këto situata kësi shtyrje nuk preferon ose nuk duhet të ndodhin, sepse gjyqtari ka qenë edhe shumë mirë i pozicionuar dhe me të drejtë ka akorduar penalti për ekipin e Vushtrisë. Shkojmë edhe me rastin e dytë përparësia e gjyqtarit, jashtë i shoh se si e lën përparësinë, domethënë ngrit dorën, jashtë që ndërsulmuesi me numër 9 Statovci shënon gol, mirë po kjo është kontrolluar se a ka qenë pozitë jashtë lojë ajo, këtu lën të ceket edhe të lavdohet sa si është ndërhyrja në lojtarin e Vushtrisë, mirë po gjyqtari sheh që lojtari i Vushtrisë vjen tek topi, dhe me një lejën përparësi ka vlerësohet shumë në futbollin modern në gjithë botën, kështu që lojtari gjendet në pozitë të volitshme dhe shënon gol, kjo është kontrolluar nga vari dhe goli është dalë që është i rregullt. Domethënë lojtari me numër 9 Statovci ka qenë në gjysmën e vet të fushës ku është shënuar edhe goli. Rastin e parë ku është penalti për ekipin e Ballkanit, jashtë çosi është dora ngritur, në këtë pozitë nuk ka shkalim dora, domethënë përmi sup. Me të drejtë gjyqtari pas rishqimit të varit akordon penalti për ekipin e Ballkanit. Këtu kemi edhe rastin e dytë, kemi një ndërhyrje serioze ose ndërhyrje e cila është akt i dhunshëm ose sjellje e dhunshme e lojtarit të Ballkanit Karrica, jashtë se si ngritet dhe godet me qëllim lojtarin e Suarekes në fytyrë, pra kjo është sjellje e dhunshme ndaj lojtarit ku nuk ka të bëjë luftë për top dhe me të drejtë pas rishqimit të varit, gjyqtari kryesor merr vendim, pra domethënë me të drejtë ndërshkon me karton të kuq. Këtu kemi edhe rastin e tretë të penaltisë, jashtë si është ndërhyrja e lojtarit të Suarekes, jashtë si e mban, domethënë në posedim të topit ka qenë lojtari i Ballkanit, është në zonën, domethënë në zonën e 16 metrashit, dhe me të drejtë gjyqtari vendimin fush ka marrë për penalti. Kemi edhe rastin e katërt, ndërhyrja e lojtarit të Ballkanit në lojtarin e Suarekes me numër 9 Zeka, jashtë që Zeka është në pronësitë e topit, mirë përpason një goditje në këmbën e Zekës, jashtë që goditja si është, domethënë godet në majet e këpucës, ku mjaftueshëm është për penalti, ku gjyqtari nuk ka marrë vendim në fushë për penalti, mirë përpas intervenimit të varit, me të drejtë akordon penalti për ekipin e Suarekes.